Keq kuptimi I fjalës La ilaha illallah tek mutekellimit, tek filozofët, tek esharit dhe maturidit, si e kuptuan fjalën La ilaha illallah, që ta kuptoj se ku kanë rëshqit dhe ku kanë gabu. Ato në librat e tyre do të përpiqem që ta shkurtoj për shkak kohës. Në librat e tyre esharit, maturidit e potencuan dhe thanë me një fjalë, s'ka Zot, s'ka krijues pos Allahut. Tha për këtë arsye librat e tyre janë të përmbushur, të stërmbushur me argumente se Allahu a krijues. Edhe pse për këtë stërmbushje s'ka pas nevojë, por çka se vetë natyra e njeriut arrin ta kupton se Allahu ekziston dhe krijues. Ato I stërmbushën librat e tyre dhe ato thanë obligimi parë që obligohet muslimani me njoft Allahu, me njoft se a krijues, me njoft se a furnizues. Për këtë arsye u zbrazën librat e tyre në çështjen e adhurimit. Për çka se beteja menduan ata, beteja mes pejgamberit Allahut apo pejgamberëve të Allahut dhe popullit të tyre ka ardhur në tauhid ar-rububiyye, në njëshmërinë e Allahut në krijim, në furnizim. A kurse beteja pejgamberëve të Allahut pa të ardhur për çka se popujt pa të devijuan çështjen e adhurimit. Dhe Mekasit, mushrikët e Mekës e kuptonin se Allahu a krijues. Pa ata ka ardhur ajete Kurani Kerim që Allahu thot, nëse I pyet ata kush e ka kriju tokën dhe qiellin, dhe çka kanë ta do thënë Allahu. Kush që I dhuron jetë? Allahu. Kush që I dhuron vdekje? Allahu. Kush është ai I cili e zbrit shiu nga qielli? Allahu. Në çështjen e krijimit nuk kishim problem. Po parashtrohet pyetja thot njëri prej neve. Nëse mushrikët e Mekës nuk e kishin këtë problem, pra nuk kishin problem çështjen e krijimit, se Allahu Azza wa Jalla ekziston, pse atëra I morën idhujt dhe I adhuruan? Përgjigja ajatohu përgjigjen dhe Allahu na dëftoi në Kurani Kerim tha për djarësirë, që të ndërmjetësojnë te Allahu, që t'i afrojnë te Allahu. Pa ata tha nëse I pyet pse I adhuroni Latin dhe Uzzën dhe tha të na afroje te Allahu. Përse ju I mini e ndërmjetësues mes juve dhe Allahu, që ju lutni atyne, ju friksonu atyre, kërkoni dobi këtilët s'kan mundësi që sjellin dobi. Ato e dishin fort mirë se nuk kanë mundësi idhujt që I bojnë dobi dhe dam. Mirë po thojshin, këto ndërmjetësojnë te Allahu për neve. Pra leo të ndërshëm, këtu devijuan popoj që ishin para nesh. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall dërgoi pejgamber. Allahu Azza wa Jall dërgoi pejgamber që me mësu shahadet, me I thonë ejani dhe adhuroni vetëm Allahun. E nuk është e vërtet që të thojmë se nuk ka Zot tjetër pos Allahut, apo nuk ka krijues tjetër pos Allahut. Kjo është e vërtet se s'ka krijues tjetër pos Allahut. Mirë po nuk është domethënia e plot e fjalës La ilaha illallah. Dhe pasojat janë këta. Për çka se ai që e kupton se fjala La ilaha illallah do të thot nuk ka krijues vetëm Allah, thot kush e pohon këtë është musliman. Ani se s'ban asnjë ibadet, ani se ban asnjë adhurim, ani se si nënshtrohet Allahut Azza wa Jall. Ki Allah I besimit ti cili përhapën në mesin tonë. Thuaj shahadetin, pastaj s'ki e pun ti me xhamin. Thuaj shahadetin, s'ke pun me adhurim. Thuaj shahadetin, mjafton pse? Thot se e ke arrit besimin. Çka besimin? Tha njohje. Me njoft Allahun, a njofte se është Allah I vetmi I cili krijon. Tha ti e plotësove besimin tanë. Nuk ta dëmton këtë besim askush.
Apo thënë, Zot do të thot, fjala la ilahe illallah, tha do të thot, nuk ka Zot që nuk është i nevojshëm për askend, dhe të gjithë janë të nevojshëm për ta, pos Allah. Nuk ka Zot që nuk është i nevojshëm për askend, dhe të gjithë janë të nevojshëm për ta, pos Allah. Ne i thëmë është vërtet, vetëm sa kjo kuptimi fjales la ilahe illallah, për ata ato i pranuan vetëm disa cilësit Allah. Pse vetëm disa? Për ata ato e matën me vizore. Thanë, shahadet do të thot, nuk ka Zot që nuk është i nevojshëm për askend, dhe të gjithë janë të nevojshëm për ta. E atëre u përpiqën të imagjinojnë, cili është ai? Tha i cili ka këto cilësi, ai i cili ekziston, ai i cili është ngrit vetë, ai i cili nuk vdes kur, ai i cili nuk azjesohet, ai i cili jeton, ai i cili ndëgjon, ai i cili shiqon, ai i cili flet. Pra ata janë mbështetën Allahut Azza wa Jall vetëm disa cilësi dhe nuk i pranuan cilësit qera, për çka se me sipas atyre fjala la ilaha illallah nuk ka krijuar tjetër pos Allahut, është e mjaftueshme me këto cilësi. Pa ata ato i pranuan disa cilësi, thanë se s'ka mundësi të jetë Zot, që nuk është i nevojshëm për qertë, dhe qertë të kanë nevoj me për ta, e mos të egzistoje. Pra egzistohen, nuk mund të qetë Zot, i cili nuk ka nevoj për askend, të qertë kanë nevoj për ta, e aj mos jetë i gjallë, e mos jetë i ngritur vetë, dhe kështu me radhë, shpikën cilësi që s'kan ardhur, as Kur'an, as Sunet, dhe kështu me radhë. Për këtë arsye ato devijuan çështjet e emrit dhe cilësive të Allahut, nga se e mbështetën fjalën la ilaha illallah, shtremuan. Ato nuk devijuan vetë këtu. Problemin më të madh devijuan çështjen e besimit, për çka se izoluan besimin dhe thanë se besim do të thotë të pranosh me zemër. Mjafton. Pra ta dish deri të qenë më i sakt. Dhe kia me dhëbi Jahmive, të cilët thonë, ai që e din Allahun e tij ka besu. Na thojmë jo. Po ai i cili e ka pranu Allahun, e din Allahun Azza wa Jall, e ka potencu, e ka shpreh dhe ka vepru me ta, për çka se ne po thojmë, nuk ka të adhuruar me hak pos Allahut. Atëre, na dojmë mos një adhurimin, dojmë t'ja kushtojmë Allahut Azza wa Jall. Ato pse nuk folën për adhurimin, pse nuk i penguan atyre teqat, pse nuk i penguan këto belat që i përmenën më herët, nuk i penguan për çka se ato e konsideruan pasus të fjales la ilahe illallah. Gjdo kënd që e pranon dhe din se Allahu an krijuas, Allahu an furnizuas, Allahu dhuron vdekje dhe jetë. Na i thojmë, atëre se pas kësajnë, dhe shejtani është musliman. A nuk i tha shejtani iblisi, Allahu Azza wa Jall, khalaqtani min nar, më ke kriju nga zjarë. Shejtani nuk tha unë jam kriju, tha më ke kriju o Zot. Pra shejtani e pranoj se Allahu a krijues, derisa shejtani gjithashtu e pranoj ekzistimin e Allahut. Pa ata shejtani ju drejtu Allahut dhe i tha, e pranoj shejtani se ai që dhuron jetë dhe vdekje është Allahu. Pa ata ju drejtu Allahut Azza wa Jall iblisi dhe i tha, o Zot i madh, më lejo të jetoj deri në ditën e Kiamet. Për shkak se shejtani e dinte, iblisi e dinte se ai që dhuron jetë dhe ai që dhuron vdekje është vetëm Allahu Azza wa Jall. Megjithatë, nuk ishte pasues i fjalës la ilaha illallah. Këtë pohuan dhe mushrikët, e pranuan dhe mushrikët se Allahu Azza wa Jall është i vetmi që meriton adhurimin. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, ai që del para Allahut Azza wa Jall me këtë besim,
besimi ti nuk I sjell dobi. Ai që e pranon se Allahu është krijues, ai që e pranon se Allahu është furnizues, ai që e pranon se Allahu ai I cili sjell dobi dhe dëm, ai që e pohon se Allahu a që zbret qiun, ai dhe ai. Mirë po, nuk e veçon Allahun me adhurim, nuk e pohon që Allahu është I vetmi që meriton adhurimin dhe I kushton adhurim, nuk I sjell dobi besimi ti. Argument për këtë që e flasë, argumenti thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: "Wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun." Dhe nuk besojnë shumica prej tyre në Allah, vetëm Allahu t'i bojnë shirk, pra Allahu Azza wa Jall I bojnë ortak. Ndëgjoj Ibn Abbasin çka thot. Thot nga imani tyre është se nëse e pyet kush e ka kriju qiellin dhe kush e ka kriju tokën, kush I ka kriju kodrat, tha ato e pohojnë dhe thojnë Allah. Megjithatë Allahut Azza wa Jall I bojnë shirk në ibadet, në respektim, dëgjim, në nështrim. Thot Ikrime, komentin e këtij ajeti, nëse I pyet kush e ka kriju qiell dhe tokë, tha ato pohojnë se Allahu. Tha kjo është besimi I përmendur në këtë ajet. Megjithatë ato adhurojnë diken tjetër pos Allahu. Pastaj Abdulrahman ibn Zeid ibn Aslem ibn Zeid I cili thot, në veçanti këtë mesazh e përcjellin disa hoxhallan thojza që kanë dalë të na tregojnë din dhe të thojnë se mushrikët kanë pas problem tauhid rububi. Njësishmërinë e krijimit kanë pas problem. Kanë pas problem këtë çështje. Se kanë pas këtë problem. Për ata transmeton Abdulrahman ibn Zeid ibn Aslem ibn Zeid I cili thot, nuk ka pas njeri që ka adhuru diken tjetër pos Allahut. Nuk ka pas në rob që ka adhuru diken pos Allahut, vetëm e vetëm se ka ditë se Allahu a Zoti I tij, Allahu a krijuesi I tij, Allahu është furnizuesi I tij. Megjithatë besimi I tij si ka sjell dobi. S'ka pas në Mekë që dikush me thonë se s'ka Zot. Kjo veç në tek Hasani dhe Huseini I akhiri zamanit, pra nga ato të nkone e pejgamberit Allahut se kanë diskutu këtë temë. Problemi ka qenë në adhurim. Ato s'janë pajtu me pejgamberin Allahut, se pejgamberi Allahut I ka thirrë që të heqin dorë nga çdo adhurimi tjetër pos Allahut. Të thojnë kur se meriton adhurimin, kur se meriton nënshtrimin pos Allahut. Kur të del njoni I cili thot se unë musliman, mu e shka po më shef, thot, as jam shqiptar musliman, unë e sërgjishin teme kam pas haxhi. Haxhi? Ebu Gjehli ma haxhi se ti, për çka këse jetën haxhillëk e ka kalu. Megjithatë Ebu Gjehli s'ka pas dishim se Allah a kriju është furnizues. Kurse ki furnizues, valla puna, namazin së në lase puna, po mirë për valla kush furnizon, a nuk është Allah? Këtë problem se ka pas Ebu Lehebi, atë të cilën ke në ra në atë hendek, në atë problem në është I madh. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, problemi jona shumë I madh, për këderisa nuk zgjomo dhe nuk I kushtojmë rëndësi, atëherë s'ka mundësi dhe kjo fjalë të na bardhë dhe na çon xhennetin Allahut. Dali njerëz të cilët dishojnë në Allahun e s'kan qef me I thonë se si e musliman, për shkak se është alergjik ndaj kësaj fjale, a nuk është alergjik ndaj zotave të tjere. Vëllezër të ndershëm, do e mos nëse dojmë, kjo fjalë të na sjell dobi në ahiret. Dhe ne do ta përcaktojmë normal, se nuk do t'ja hapmi dirë çdo kujt I cili është kalimtar të hinë fed kanë të doje, të shtien fed dhe kanë të nxjerrë të shtien. Pra fejnë e ti e ka bon sikur lokal dvetin, dugoj dvetin, ti hiti del. Jo vëllezër të ndershëm, atë që Allahu Azza wa Jall
e ka konsideru musliman, do të konsideroj musliman. Pa që se ka konsideru Allah, në asë mujmë i thonë musliman. Për këtë arsye, do të mësojmë dinin Allah, të i dimë regullat mirë, për çka se kjo beteja mes të vërtetës dhe të pavërtetës, Allah, azza wa jall në ka ndëru, ko në ka qartësu këtë fjalë, dhe në ka bo pasues të kësaj fjale, pra e dojmë këtë fjalë, e shqiptojmë, e kuptojmë, e veprojmë me këtë fjalë, nga se e dimë se vetëm këtë mënyrë, kena mundësi që të shohmi hajrin kësaj fjale,